Kurani është shërim, Kurani është sqarim, Kurani është bereqet. Po, Kurani është problem. Me Kuran ndryqon errësirat e tua, qoftë shpirtërore, qoftë të mendjes, qoftë ta ardhmërisë tane. Po ne Kuranin mas shpine, Kuranin në raftat biblioteka, ama në përdore jo. A dini se në Ramazan duhet me qenë shumë e spikatur Kurani. Ata që ka i dojnë Kuranin, knaqen me Kuranin, jetojnë me Kuranin. A dini visht, shkurtimisht, një praktik musliman në të kaluarën, atë shumë e kanë lexuar Kuranin në Ramazan, sa që ti me lexu informata me të pa tekst, fasionosh. Imam Shafiu, për neve ndoshta i duket si iluzion, ama e vërtet, Imam Shafiu që ka qenë dietar i madh, kur ka Ramazani, çdo ditë 2 hatme Kurani ka bërë. Hatma që më thënë, prej fillimit të Kuranit deri në fund. Sa faqe i ka? 604 faqe. Një faqe i ka 20 reshta. 2 herë hatmën ka 604, 1200. Të 9 vjet nuk e ban një hatmë. Mos flas me 2 herë. Ama ata e kanë ditë se është pasuri fesar Kurani. Edhe nuk merr shumë. Si voxhët me 24 orë, ai që ka kulturë dhe shprehje, sa? Ata që lexojnë romane, 50 faqe, 80 faqe, 100, pyeti. A di për sa orë? Ata që e din Kuranin përmend, që e kanë për ditëshmëri, a di sa merr një hatme? Ata që janë eksperta, 10 orë apo 11 orë. Këtë Kurani. Në ma e lexon shpeta, se ka shpëria. Unë s'po tham dy hatme, së revan, as një hatme. Të paktën ka një faqe në ditë lexon.